shumë keq. Hasminin. Bravo! Lirik parazi solidaritet! 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 Nuk do të lejoj! Nuk do të lejoj! Legendë o vestime, ajme? Ta që ka dhe një foto që jam gjithë së zinë baj. Aje është muzikant, gitarë është i bege. O veke, para dite gazetarë, ma dite muzikant. O, fri. Şunu da bunlar reklamı Basada, vamos não ter... Të dashtu nga bashkëqytetare, të dashtu në bashkëqytetare. Sot na qëtëm prapë në rrugë edhe dy jetë grasht humbuna. Jemi dalë zemërthyme, të revoltume, me vërtit që ky patriarkat, që po i shndron burrat në kriminela, po vret gratë cep me cep Kosovës. Kemi dalë se jemi të binduna që një si qika e gratë këti vendin, po jetojnë në gjendje lufte. Për gratë, çdo ditë është luftë! 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 Po jetojnë në gjendje lufte, e shumë prej nesh na mësohet prej fëminis që jeta jonë është në fije penit. Jetëgjatësia e digniteti i trupit e qëndësisë tonë
varet prej burrave e një sistemi patriarkal që e shet qikën e grunë shërbim të pushtetit mashkullor, qoftë në shpe, qoftë në institucione, qoftë në ekonomi. Kësaj, na jemi dytësore e të rrezikumi prej dhunës ekonomike, për dhunimit, rrajës, dhunës psikologjike e në fund edhe vrasjes. Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Krejt kjo vjen prej dhunës patriarkale që ushtrohet përmes dorës së burrave. Prej të njëjtës dhunë mashkullore, përdunohen edhe burrat, siç na boi ditën përmes lajmeve që në burgun e Dubrovës, 3 burra dhunuan një burr tjetër. Këto fragmente mund doken që s'kan lidhje me njëna tjetrën, po në fakt burojnë për të njëjtit sistem e të njëjtës logjik që rrah përdunon e vret. Patriarkati po e dikton fatin tonë kolektiv. Të vazhdume na majtë cënushme, nënshtrushme, shfrytzueshme ekonomikisht dhe klasë me veti. Për herën burra dhe vazhdimisht vigjilente për fragilitetin e jetës tonë që na përcakton ky sistem. Vrasjet e kësaj jave nuk janë rastet izolume, apo veç tragjedi të mbyllura familjare. Ato janë shpërthime të kopshme të një sistemi që na dikton jetën përmes dhunës. 2 burra që vron 2 gra nuk janë ngjarje të ndara për njëna tjetrës, por janë epizode të femicidit, pra të vrasjes së grave, veç pse ato janë gra. Drejtësi për gratë e vrara! 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 Janë epizode gjakatare që marrin prej nesh e neve tjerave na lojnë të të merrume në frikë për asë çka mund t'i ndodhë se cilës prej nesh nesër a mas nesër. Të vrasje sistematike të grave, ne nuk guxojmë t'i lexojmë si manifestime të problemeve psikologjike të burrave, apo të gjejmë arsye tjera. Kjo na shpërqendron e nuk na lejon me e pa armikun ton kryesor, patriarkatin, i cili lulëzon dhe grumbullon pushtet të disa burrave mbi gjakun tonë. Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Tu je ditë fare mirë rrezikun e vazhdueshëm që na e ka nosë ky sistem, na sot jemi shu prap. Me fol për ato që s'janë më me ne, e për ato që sot janë gjallë, e dikun Kosovë janë t'u ju dhunu, t'u jetu me frikë e droj prej dhunës mashkullore e patriarkale. Jemi shu për secilin prej nesh, për sigurinë e për lirinë tonë. Për gratë, shtatet është lutë! 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 Jemi shu me dënënsu këtë sistem, i cili dhunon e vret, e i cili na kërcënon prej shtëpisë e deri në dyrët e shtetit. Jemi shu të revoltume me dënënsu jo veç këtë shoqni që prodhon kriminal e viktima, por edhe me bërtit kundër krejt strukturës që tenton me na robru. Jemi këtu për më kërku llogari prej këtij shteti që ende vazhdon mos me marrë seriozisht sigurinë e jetën e grave, që e ka dëshmu tash sa herë përgjakshëm që na jemi klasë dytësore. Pikërisht përmes këtij pozicionimi, ky shtet na nënshtron, na eksploaton e në fund disa prej nesh i çon drejt vrasjes. Gratë vritën, shteti hesh! 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 Gratë vritën, shteti hesh!
Ne po e themi prapë dhe përfundimisht që ky shtet duhet ta trajtojë me urgjencë kombëtare sigurinë e vajzave e grave në Kosovë. Ne kërkojmë prej këto trajtim të sigurisë së grave si çështje me urgjencë kombëtare dhe si aspekt kyç i sigurisë publike. Ne kërkojmë që kjo qeveri të krijojë një njësi të specializuar për parandalimin e femicidit në nivel ministror. Përgjegjësi institucionale dhe funksionalizim të mirëfill të zinxhirit institucional, që parandalon femicidin duke përfshirë këto qendrat për punë sociale. Mirë financim të politikave sociale që zbejnë pa barazin gjinore ekonomike që i mbajnë gratë në dhunë. Kodifikim të femicidit si vepër e veçantë penale. Edukim gjithë përfshirës në sistemin arsimor që targeton maskulinitetin toksik dhe riformson marrëdhëniet gjinore mbi parimin e barazisë dhe drejtësisë. Ne nuk zbrapsemi nga kërkesat tona dhe do të vazhdojmë të organizohemi derisa ky shtet të na marrë seriozisht dhe derisa çdo vajzë dhe grua në Kosovë të jetë e lirë. A mundesh më na tregu cila është arsyeja që sot keni dalë në protestë? Solidariteti. Na mendoj që jemi këtu për gratë që nuk kanë mujtë më konë këtu. Sikur ata që kanë luftu e nuk janë më sot këtu, të më thonë kanë luftu për dikon tjetër. Unë dalë për gjeneratat e tjera, për gjeneratat e reja që vinë. Vajza jam del për fëmijët e saj, për një të ardhmet më të mirë, për lirinë e femrave. A i ka pojet këtu shteti apo familja apo kënë e leni fajtuar? Mendimi jem personal është se na këtu tham shteti ka dur me gjak normal që institucionet kanë rolin më të rëndësishëm, po për mua është edhe shoqëria. Shoqëria duhet me kundërshtu, duhet shteti, kush është shteti? Shteti jam unë, shteti e ti, shteti është ai, shteti jemi na. Na ndërtojmë shtetin. A duhet edhe familja nështa për me alon dirën hapur vajzës kur të martohet që nëse vi shka dhun për me u kthy në shtetin? Patjetër. S'ka nevojë me u kthy, ajo ka venin aty. Ajo është pjesë e asaj na. Na tregon cila është arsyeja që sot keni dalë në protestë? Arsyeja? Kemi as shumë arsye sa që s'de njeriu ku mja fillu dhe ku mja nis. Unë nuk kam qenë pjesëmarrëse të organizimit, po kur mora vesh që ka vesh keni filluar, gratë kanë filluar për me protestu kundër dhunës dhe vrasjes që është ka filluar me marrë hap në Kosovë. Pastaj nuk mujta me nejt të shtëpia, por arsye se unë jam një profesor historisë i cili kam punuar prej viteve 1977, që me çdo kusht kemi qenë për me emancipua femrën, për me dhënë drejta femrës, për me shkollu femrën, që kemi pas të lashët më la edhe nga prindit tonë, edhe nga shërbimet e pushtetit të Jugosllavisë e kështu me radhë. Prandaj, vrasja që ka ndodhur këtë ditë, këtë është një proces shoqëror, i cili është duke u rritë tek popullsia shqiptare dhe shqiptarët edhe në Shqipëri, por edhe këtu në Kosovë, dhe arsyeja kryesore sipas mendimit tim është kjo, që në skenë kanë dalë religionet fetare, të cilat po bojnë vazhdimisht thirrje që gratë janë gjinia apo qytetarët e rendit së dytë. Prandaj, thirrjet e tilla edhe gjërave të tilla ju ka bashkangjit edhe qeveria e Kosovës, jo veç kjo qeveri, por edhe qeveritë më pashme. Prandaj kanë ardhur dhe për çdo ditë më shumë do të ketë vrasje nga moskujt, edhe qytetarë shqiptarë se nga moskujt, për shkak të bindjes së tyre fetare ideologjike, të cilat po mundohen me kthye ligje shariatike të vendeve ku gratë s'kan asnjë të drejtë, ku grave ju kanë ndaluar ta thojnë mendimin e vet, ku femra mos ta ekspozon dijen, mos ta ekspozon fuqinë, edhe mos ta ekspozon
aftësinë e saj, të cilat gratë janë ato të cilat e mbajnë çdo shtet gjallë, pa dijen e gruas, pa emancipimin e gruas, pa shtetin e gruas, nuk ka as shtet. Shtetin e Kosovës i njoftoi gjitha gratë dhe gjithë qytetarët e Kosovës prej vitit 1989 deri sot e kanë marrë me lindjet e tyne, me pjesëmarrjen protesta për të drejtat, me aktivizime, me burgosim, me vrot, e sot të shohën djemë tonë të vrasin gratë apo motra tona, kjo me të vërtet nuk tolerohet, mirë po këtu është vetëm një koordinim. Koordinimi i qeverisë e cila përdor islamin ekstrem politik në krye me disa gjëllarë të cilat ja u kufizojnë me ligjëratat e tyne, duke u thirrë në librat e shenjtë, ja u kufizojnë të drejtat e femrave edhe ju japin mundësi burrave të cilët me u sjell si kapadahi ose me u sjell si kauboj ndaj grave, kur ka qenë koha për me tregu edhe për me vepru, me punu, me të vërtet që mashkujt është dash me tregu vetëm, ku janë kanë ikë edhe i kanë lënë nonat e baba, i kanë lënë fëmijët e vet, edhe kanë ikë dikush në Shqipëri, dikush në Maqedoni, dikush në Malzi, e fëmijët, gratë edhe femrat tona kanë ndajt gjatë gjithë luftës në Kosovë. Se burrat e vërtet ndikohen ka shtet nga disa ligjërata, nga disa gjallëra. Pa burrat vërtet, dëgjoj, burrat vërtet tash momentalisht nuk ka. Dhe lind pyetja pse jo si mashkujt, po nuk ka. Nuk pas ka fajë gjallore tas çështje politike. Jo, shumë e vërtet. O shumë e vërtet që nuk kanë faj hoxhallarët, po kanë ligjëratat, edukata e hoxhallarëve, edhe dëpërtimi i tyre duke i thirrë edhe duke i favorizuar mashkujt, se një mashkull është që duhet me sundu gruan, duhet me akuvizu të drejtat grave, edhe në shtëpi apo në shoqëri me çdo kusht duhet çka. Vetëm me thonë fjala e burrit, se fjala e burrit është fjala e asaj që e ka porosit Perëndia apo që kanë porosit këta që i quajnë edhe si pejgamber. Unë ju bëj thirrje gjitha grave që t'i mbrojnë të drejtat e tyne, që ta mbrojnë fuqinë e tyne dhe që ta thonë fjalën e vet ashtu siç duhet. Statistikat e 2 muajve të fundit të vrasjeve të fëmijëve, të tinejgjerëve, të vrasjes së grave, të vdekjeve në komunikacion, janë shqetësuese, janë alarmante. Këto bëhen në mungesë të institucioneve, sot ish dasht, ose edhe dje, edhe sa herë ndodhin këto, duhet ministri i punëve të brendshme, policia, këto agjencionet e sigurisë që janë përgjegjëse për këto me dhonë përgjegjësi të komisionet parlamentare. Do me thonë, kur ka mungesë të krijimit të institucionet nuk jap kurkush përgjegjësi. Ajo është anarki pastaj, ndodh gjithçka. Ne shohim që tash sa herë ka protesta, deputetë shumë kuvendit deni edhe protestoni bashkë me neve, buni zoni i qytetarëve, po çka kërtheni në kuvendin, çka edhe sa vrasja, mendon që kjo është një diçka që është u përsërit edhe sa Na nuk jem zoni, nuk bëhem sikur zoni qytetarëve, na jem zoni qytetarëve. Mirë po pengesa është edhe e keqja është që nuk janë konstituu as parlamenti, as qeveria, se duhet komisionet parlamentare pastaj mi trajtu, me i thirrë në raportim agjencionet, policin, gjykatat, edhe me qysh me zgjedh këtë problem. Je burr vetë, cilin mesazh ju kishte jep sot burrave? Jo e keni specifikisht për gratë. Për gratë. Unë jam bab, jam prind, edhe jam burri i një gruaje që e kam shpet. Edhe përveç se mi përkra edhe me sënu, me pas shtet funksional, që ashtu në mujë më bo diçka. Protestimi po e kuptoj edhe e përkrahi çdo kohë edhe e ndjej dhimbje në gjitha familjeve që e ndjejnë sot. Do me thonë, jo vishë sodit e djeshit, po të krejt këtyne mujve që s'kem pas institucione që ka ndodhë dhe s'ka përgjësi kurkush. Që du të me përgjësi dikush, du të me gjithë forma që shmi luftu këto që përna ndodhë. Edhe shka pishty njerëzit me vra grun, me fëmin bark, edhe vetën pasaj. Kjo është një situatë që duhet më studiu. Prej shumë faktorve, prej intelektualve, prej akademisë shkenca, prej institucioneve të sigurisë. Nuk mundet këto as me një protest nuk nalen as me vullnetin e mirë disa njerëzve ose disa grave që thojnë doj mu armatu ose kështu. Këto du të institucione sepse na paguajnë pej pareve tona, institucione, polici, për me u marrë këtë punë, pastaj me drejtësi. Që duhet qëre, për me bo drejtësi,
mundet me saksi milimetrike me bo drejtësi. Edhe pastaj mi udhon shembullin se nuk duhet më shku në atë rrugë. Pastaj duhet më pas senatoriume ku trajtohen njerëz me probleme. Na luftojmë për qëta, do më thonë qëta e synë, me pas institucione funksionale.
lege. Vrasja nuk ka arsye. Vrasja nuk ka arsye. Për gratë çdo ditë është luftë. 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 Edhe sot dilje të humbura. Edhe sot dilje të humbura. Edhe sot dilje të humbura. Edhe sot. 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 Masculini!